Komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe territoriale kanë marrë okein në kuvent. Në nisjen e seancës, deputetët votuan me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim për ngritjen e komisionit për zgjedhore, ndërsa për territorialen votuan 115 deputet pro, 3 kundër dhe 0 abstenim. Deputetët që votuan kundër ishte Agroshea, Erald Kapri dhe të dy nga Partia Mundësia, si dhe Redi Muçi Lëvizjes Bashk. Partitë e vogla kanë hedhur akuza ndaj Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike se i përket reformës zgjedhore, duke theksuar se kanë bërë pazar së bashku dhe po tentojnë që të vrasin partitë e vogla në parlament. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Taulan Balla, replikoi duke thënë se në komision ka përfshirje për të gjithë partitë. Është e pamundur që në një komision të posaçëm të përfshihen të gjitha partitë politike. Në këtë rast, për herë të parë në historinë e komisioneve të posaçme të reformës zgjedhore, janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk dit lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjedhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Prandaj gënjeve dhe ti që bën interesantin këtu, se ditën takohesh me këta për nxjerr kandidat. Dhe këtu vjen dhe këtu i shan pastaj. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një koment në lidhje me dakordsinë për zgjedhoren. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kur si qytetarë të lirë. Reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendoste standardet e pabarazisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithë shka që këto padrejtësi maksimale të largohen. Damian Gjiknuri, i cili do të jetë edhe bashkëkryetari i Partisë Socialiste në Komisionin për Reformën Zgjedhore, tha jashtë kuvendit se i ka dhënë përfaqësim të gjithë partive politike edhe atyre me 1 deputet, të cilët nuk do të kenë të drejtë vote, por mund të bëjnë propozimet e tyre. Ne i kemi dhënë të drejtën të gjitha partive, edhe ato të cilat kanë nga 1 mandat, meqense ka qenë pjesë e debatit, që të marrin pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, të kenë të drejtën e bërjes së propozime, të kenë të drejtën e diskutimit, gjithçka tjetër, vetëm thjesht nuk janë antar formal të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Por asgjë tjetër nuk i pengon këto parti për të qenë me drejta plota njësoj si partitë e tjera. Qëllimi është për të patur një komision që të jetë funksional, sepse ne nuk mund kemi një numër pafund deputetësh aty, gjë që e bën të pamundur funksionimin normal të kuvendit, por e rëndësishme është të trajtojmë atë në mënyrë gjithë përfshirëse, duke i pasur të gjithë palet dhe njëkohësisht duke ruajtur traditën e marrjes së ekspertizës së ODIHR, Komisionit Veneciave apo çdo institucioni i cili do të japë mbështetjen për objektin e pullë. Votimi në kuvent vjen pas dakordësisë arritur mes 2 palëve për barazi mes antarëve dhe bashkëkryetarëve. Komisioni për zgjedhorën do të përfshijë të gjithë partitë. 7 antar do të ketë Partia Socialiste, 5 Partia Demokratike, 1 Partia Socialdemokrate, 1 Partia Republikane, 1 Partia e Lirisë, 1 Mundësia. Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria Bëhet mund të sjellin deputetët për diskutime, propozime, por pa të drejtë vote. Territorialja do të ketë 8 antar të Partisë Socialiste, 6 të Partisë Demokratike, 1 të Partisë së Lirisë dhe 1 të Fatmir Mediut.